E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, duke sjellur pranë jush lajmet, ngjarjet edhe dinamikat më të fundit, përfshirë ato të shtëpisë së Big Brother VIP Albania. Do të themi që loja ka filluar shumë fuqishëm, loja ka filluar me një entuziazëm të papar. Banorët janë shumë të zëshëm, banorët kanë filluar goditjet e para, kanë filluar luftrat e para, kanë filluar dinamikat e para dhe në fakt po bëjnë një lojë shumë interesante. Në qendër të vëmendjes ka qenë një video e cila u publikua nga producentët, në fakt nga produksioni i televizionit Top Channel apo nga Big Brotheri, ku shkruaj që Miri, domethënë i përkëdhelën flokët banores së shtëpisë, se bëhet fjalë për Selinën. Lajmi apo ajo videoja mori menjëherë xhiron e rrjetit çfarë po ndodh me Mirin me Selinën, kishte komente të ndryshme në raportin e tyre, fansa të cilët bënin edhe shaka që Miri hiq dorë sepse gruaja do të nxjerrën me boksa, Miri largohu, Miri mos u afro, etj, por domethënë Miri gjatë një bisede që ka patur me banorët në shtëpi, pasi që banorëve ndoshta ju ka rënë edhe shumë në sy ky fakti që Miri ka krijuar një lloj afrimiteti me Selinën brenda asaj shtëpie, Miri ka filluar ta nuhat këtë, le ta themi këtë dorën e keqe që banorët duan t'ia vënë, sepse janë në një sfidë, normalisht do përdoret çdo afrimitet, do përdoret çdo shaka, do përdoret çdo luftë brenda asaj shtëpie dhe Miri ka, domethënë ka bërë të ditur që të lutem, mundohuni që të jeni të mirëkuptueshëm kundër drejt meje, sepse unë nuk toleroj asnjë gjest edhe asnjë veprim, domethënë nuk toleroj asnjë gjë. Dhe ai tha që unë Selinën e respektoj si bien time, si vajzën time. Domethënë mosha e Mirit dhe mosha e Selinës tregon që e ka si fëmijë. Edhe pse Kristi vendosi që Miri të flejë me Selinën. Unë mendoj që informacionet apo këto titujt ros që tashmë do fillojnë të bëhen këtu siç janë bërë në çdo Big Brother tjetër, nuk janë të bukura në këtë formë, sepse e para njëherë janë akoma banorët në ditët e parë dhe familjarët e tyre jashtë nuk është se janë mësuar me këtë përballjen apo me këtë luftën që do të egërsohet tani dhe komentet do të bëhen shumë të egra dhe titujt do të bëhen shumë rigoroz. Mendoj që duhet të jenë pak më të rezervuar, duhet të jenë pak më falës dhe jo të bëjnë tituj të këtyre. Por Miri, siç duket, është një intelegjent i papar brenda në këtë lojë dhe ka arritur që t'i nuhatën situatat. Ka arritur që ta kupton se çfarë po përflitet jashtë, që në fakt ta kthejnë brenda në shtëpi, se ka kuptuar normalisht nga mimika e banorëve, jo si ja ka thënë produksioni, sepse banorët e kanë nuhatur këtë, nga banorët doli dhe pjesa që u hap jashtë, për ta thënë që me Selinën nuk ka asnjë gjë. Miri ndjehet shumë i lumtur, ndjehet shumë afër që po krijon grupet e tij. Unë e shikoj strategjia e Mirit cila është. Strategjia e Mirit është që t'i afron të gjithë, t'i njeh të gjithë, t'ua prekën pikat e dobta dhe më pas domethënë ti kupton se ku ti godet. Është strateg, domethënë ka ndërtuar një strategji për jashtë, është i vërtet me sa unë e shoh, nuk është se luan ndonjë rol tjetër, por kjo strategjia me patjetër që do ta ndihmon pafund. Dua të marr mendimin tuaj për lojën e Mirit dhe për afrimitetin me Selinën.